Do disni me të parën e cila është dorëheqja e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Me të dytën, krijimin e një qeverie teknike, tranzitore, jo partjake me mandat 12 mujor. Vazhdojmë me të tretën, ndryshime kushtetuese, ku të gjithë shtetat shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimet e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës të kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjesshme. Gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anullimin e ndryshimit të bërë në ligjin për zonat e mbrojtura. Anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore. Dhe jo më parëndësishme, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. Shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investime strategjike. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme si pikë, është kontrata sociale me qytetarëve e shtetit, do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës sonë. Këto pika do vazhdojmë çdo ditë, do t'i risjellim, nuk do ndalojmë, këtu jemi të gjithë. Rama, jepe dorëheqjen!